Jam Jakalban Arboria Jam Jakdardan Shqipëria Jam Turopojan Jakdardan more Jakdardan Jam nga Vlora jepi bëja fora e duam Shqipërinë nga Tirana në Prishtinë nga Shkupi në Ulqin Shqipe për bire jam aty putije jam Shqipëria Qëmëria Trëndatil nga Shqipëria Jam Korçar, alfabeti shqiptar Tugërajt rimave me nam Juga jambël në salam Jam Nga kan Kosova Nga Ulqini e Gjakova Nga Prishtina e Gostivari Dhe Prekaza dhe me Jasari e duam Shqipërinë nga Tirana në Prishtinë nga Shkupi në Ulqin Shqipe për bire jam aty putije jam Shqipëria e duam Shqipërinë nga Tirana në Prishtinë nga Shkupi në Ulqin Shqipe për bire jam aty putije jam Shqipëria Të dashur pjesëmarrës, përshëndetje. Ju falenderojmë që keni ardhur në këtë tryezë të rrumbullakët. Lëvizja Shqipëria e Re prej disa javësh ka organizuar tryeza të rrumbullakta në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Përmendim këtu qytetin e Bulqizës, Peshkopis, Kukësit, Elbasani, Durrësi, Kavaja, Fushkruja e të tjerë, pothuajse në pjesën më të madhe. Këtë herë jemi në Has, pikërisht në qytetin e Krumës, ku janë mbledhur të gjithë një pjesë të rinjve të këtij qyteti dhe do të flasin mbi temat që trajtohen në tryezat tona. Temat janë arsimi, punësimi, shërbime sociale, si dhe ide dhe perspektiva për vitet 2012-2021. Ne kemi ardhur këtu për të mbledhur sa më shumë ide nga të rinjt e Hasit, në mënyrë që këto ide t'i bashkangjiten në një platformë të caktuar të lëvizjes Shqipëria e Re dhe më pas të dërgohen në institucionet përkatëse me fuqi vendimarrëse. Televizioni ynë online 77 News ka qenë i pranishëm ditën e djeshme në Has dhe ka marrë intervista të ndryshme nga banorë të cilët janë shprehur në lidhje me këto tema. Unë besoj se edhe sot do mbledhim shumë ide dhe do t'i bashkangjisim ato në platformën e lëvizjes Shqipëria e Re. Si koordinatore e kësaj lëvizje e quaj të hapur këtë tryezë dhe mirëpres nga ju sa më shumë ide dhe propozime. Tek ne realisht ka shumë të rinj që kanë përfunduar arsimin në forma private apo qoftë shtetërore dhe që sot janë pa punë. Rastisht në një bisedë parë që kur po merrja një informacion që më intereson tek puna ishte që mbi 2600 veta ishin në Has njerëz të cilët janë si punë kërkues. Duke pas parasysh edhe numrin e njerëzve që ose popullsi që është numër relativisht shumë i madh. Dhe kjo është një lloj fakti shqetësues. Pse është një lloj fakti shqetësues? Jo që këta njerëz nuk duan të punojnë, që këta njerëz nuk janë të afër për punë. Ata janë normalisht të afër për punë dhe duan normalisht që të punojnë sepse puna sjell të mirën e familjes. Mirë, por mund të them edhe këtë tjetër që nuk është që nuk ekzistojnë resurset. Çështja është pastaj se si ti menaxhojmë dhe të ngrimë deri tek çështja e punësimit për secilin. Në zonën tonë ka resurse të gjitha llojeve, po themi duke filluar që nga mineralet, turizmi, ana tradicionale e kështu me radhë. Por mjafton thjesht një lloj koordinimi, një lloj menaxhimi që këta të vijnë në shërbim të njerëzve. Po marrim rastin po themi të mineraleve, duke qenë që realisht zona jonë është mjaft e pasur me këto. Ndodh fatkeqësisht që i kanë një grup shumë i vogël njerëzish, i marrin gjithë pasurinë, po prapë ky grup i vogël njerëzish. Dhe kjo do të thotë që pjesa më e madhe e njerëzve, duke qenë që kjo është pasuri jo vetëm asianëve, por gjithë shqiptarëve. Dhe pasuron një pjesë shumë e vogël e tyre. Tihet që i marrin licencat në forma nga më të ndryshme, i shfrytëzojnë në formën me njerëzit të afërm e kështu me radhë.
po them vetëm minierët. Qofse një lloj po themi ndërhyrje, qoftë nga shteti, qoftë në forma të tjera, mund bënte që jo vetëm po themi një shifër 100 veta të punësojnë, po jemi sigurt që gjithë taborimet që ka hasi të minierëve do ishin mbi 300-400 veta ose 500 veta që mund të punësoshin. 500 veta i bie që të jenë 500 familje të punësuar, që spaku kanë një të ardhur të qëndrueshme. Dhe kjo është të mjaftueshme për ata që kanë vërtet nevojë. Po themi të hasi po prap çështja e punësimit. Ka toka shumë të mira. Ka toka shumë të mira të cilat nuk janë të shfrytzueshme, ose që nuk i shfrytëzojnë. Jemi sigurt që po të fillojnë të shfrytëzohen siç duhet, dhe të menaxhohen siç duhet, të ndërtohen ferma apo ku diun të merren me blegtëri, pemtëri e kështu me radhë, jemi sigurt që pjesa më e madhe e njerëzve punësohen. Mirë, po kur fillon të merresh me blegtëri fjala bie, mund të vjen pastaj edhe nevoja e përpunimit të produkteve. Që do thotë, të ekzistojnë baxhet që në zonën tonë kanë qenë përpara. Baxhet, përpunimi i produkteve të baktive, bilmetrave. Dhe kjo çfarë sjell? Plus sjell punësimin e njerëzve, bën që edhe produktet të mvihen si as janë më i lirë, me kosto më të lirë, sepse nuk e ka koston e transportit të gjërat, etiketimit të kujton gjërat shumë rrallë. Ku diun, mund të ketë shumë lloje alternativa të cilat as janë mund të përdoren. Përmendni pastaj atë turizmin. Ka turizëm malor tek ne, ka biles ekziston edhe sot është bërë një kampus në fshatin Kishaj, por që nuk është që po themi shfrytëzohet, sepse është bërë investimi dhe nuk shfrytëzohet. Ndoshta po themi mund të ketë nevojë për trajnime, ndoshta mund të ketë nevojë për informacione e kështu me radhë. Një pjesë tjetër ku mund të jetë një ide, po themi punësimi, është pjesa e trajnimit tek gatimeve tradicionale sidomos. Shumë njerëz për shembull mund të vinë këtu dhe pyesin, cila është karakteristika e zonës, çfarë ofron zona kështu me radhë. Dhe duke nis nga këto, kjo gatimi, kjo pikë turistike, kjo mirë, kjo kështu me radhë. Pastaj normalisht që ky njeri vjen, ai po ja kaloj mirë këtu, do të tregojë dikujt tjetër. Dhe normalisht ky tjetër vjen i tregon edhe dy tjerëve kështu me radhë. Pastaj normalisht që bëjmë ne asnjë të parë zonën tonë shumë të vizitueshme dhe shumë të kërkueshme. Pastaj tema e arsimit. Unë punoj vetë në arsim. Realisht janë ndërtuar godina, po themi. Janë bërë shumë gjëra të mira për sa i përket arsimit. Por përsëri nuk është që mund të jenë bërë gjëra shumë perfekte, ka dhe gabime, ka dhe defekte, ka dhe vend ku mund të përmirësohen gjërat. Unë jam në detyrën e psikologut të shkolla dhe shpeshherë ajo që më shqetëson është më tepër që mësuesit janë shumë të mirë të përgatitur, po themi në aspektin shkencor. Sidomos mësuesit e vjetër, ose mësuesit që kanë qenë ndoshta mësuesit e mi. Mirë po ndodh që marrëdhënia me nxënësit po themi në një farë forme ka evoluar, ndërsa mësuesit ndodh që janë skematik, që ndrojnë në disa skema, po themi akoma të vjetra dhe kjo ndodh që nxënësit jetë ose marrëdhënia nxënës-mësues të çalojë shpeshherë. Njëra palë të ndjehet më e sforcuar, po themi në thojza më e dhunuar ose më e trajtuar mënyrë të barabartë. Unë që se do e kisha mundësin, ose që se do të mjepej, po më pyese dikush se çfarë do bëje ti, unë sinqerisht jo që nuk bëhen shumë trajnime për mësuesit, në formë nga motoristësi marrëdhënie me nxënësit e kështu me radhë. Unë normalisht do filloja këto trajnime shumë të shpeshta dhe her pas here, në mënyrë që të jenë efektive, dhe jo edhe leku t'jepet edhe puna dhe qëllimi mos të realizohen. Panelit mjekësor ka që është një nivel shumë të mirë, aq sa një fund, bëhet fjalë edhe për profesorin që kam unë dhe punoj për në urgjencën e spitalit Has. Nga materiale ndoshta është jo mirë, po nga ona profesionale deri diku i bashkangjitem para folsit, demushit, po deri diku si staf mjekësor, si personel dhe si punë që bëhet shumë e rregullt. Shprehtohen kushtet edhe zonë rurale shumë e thellë, po tash nuk mund mi bërë gjitha kushtet si në Tirana, po gjitha pajisjet si në Tirana, po të paktën para sa kemi kapacitetin e si spital, puna bëhet e rregullt. Ka nevojë për më shumë, ajo diskutohet, të paktën të kenë më shumë bazë materiale, sa më shumë pajisje mjekësore nga më të ndryshmet. Edhe medikamente, sidomos zonat e thella rurale të zonës Hasit mund të kenë pak a shumë pajisje pakta, jo të shumta. Ndërsa brenda në spitali nuk është
Aty funksionojnë ambulancat. Një dhe në kohë funksionojnë, pavarësisht se kanë më orë, jo 24 orë, po deri në 1 orë, 9 orë funksionojnë ambulancat. Atëherë jashtë të orarit ata i thirrin, domethënë privatisht. Personalisht thirrin infermierën edhe mund t'i shërbej. Ndërsa për sa i përket bazë materiale me në spital është diçka. Ashtu kështu, jo edhe aty ku punojnë në urgjencë, medikamentet janë të pakta. Shpresojmë që të bëhet më mirë tash. Vendi jonë është vendi i pasur për nga këto mineralet nën-toksore. Edhe, domethënë, më ka më njoft me kështu me këtë punë që kam pas, domethënë, njerëz që kanë punuar aty. Edhe këtu vjen për shembull ne, siç thotë psikologi, merr një licencë si e merr në Ministri kështu gjanash. Ai pasohet një njeri dhe shumë tjerë për shembull punojnë aty disa orë, punë shumë të vështirë edhe merr shumë pak lek. Atë nuk është pak, po domethënë duhet që bëhet një moral ose diçka për firma që derdhin domethënë diçka më shumë ose të rritë numrin e të punësuarve që të rritet zhvillimi i vendit. Janë minjera, janë vende të punës edhe mundësitë për të ardhmen. Hasi ka perspektiva për të ardhmen, mund të themi, por duhet një profesionalizim më i mirë, për shembull, mund të ketë inxhinieri minjerash ose diçka të tillë. Edhe atë, po pra, shkolla profesionale edhe vende pune, më shumë. Kjo, mund të themi se migrimi mund të jetë vajtja në qytete të tjera dhe ardha e tjerëve në has, për menaxhim. Rruga, infrastruktura e mirë. Po, mund të sjellë diçka për të ardhmen. Po, edhe infrastruktura ndikon, siç e shohim për ditë, rrugë pa asfaltohen. Edhe është edhe vetë pozicioni gjeografik i Hasit në kufi me Kosovën, Gjakovën, konkretisht edhe Kukësi. Mund të sjellë diçka të mirë për të ardhmen, mund të themi, po. Se di shohim. Turizmi malor sjell shumë perspektiva për Hasin. Apo nëse mund të bëhet diçka për shembull, mund të investojmë në turizmin malor. Ekzistojnë hane ose shtëpi? Hane. Për të zhvilluar turizmin aktualisht jo, po shpresojmë për të ardhmen. Atë hak kohor, siç them. Se di, shohim. Po, për sa i përket pyetjes dytë, Guran përshon vend vet. Prapë të kena vetë. Unë duhet të flas për fushën time për në sens se jam student, atëherë duhet të flas për arsimin. Arsimi këtu lese ka në nivel dopt, flas me mendimin im. Format e punësimit domethënë janë shumë pakta, por edhe arritjet për nivelin domethënë shkollën e lartë janë shumë të vogla, mundësitë janë shumë vogla. Sepse sistemi arsimor është ndërtuar në mënyrë të tillë, saqë ne nuk kemi ndjenjë shumë gjërave. Në shumicën e rasteve ne nuk dimë ku drejtohemi, si drejtohemi për të arritur në degën ose në shkollën ku duam të shkojmë. Për të marrë një rrugë fikse. Për të marrë një rrugë fikse, atëherë duhet ndryshojë gjithë sistemi arsimor, mendoj unë. Mënyra ndërtimit pikëve, mënyra ndërtimit provimeve, gjitha këto sjellin që njerëz domethënë has si zonë veriore, si me se mund të dihet që është i ulët, jo në standardet e duara, atëherë ne nuk kemi asnjë perspektivë. Si standard shok, vetëm mënyra është emigrimi. Janë dy alternativa, ose të punojmë shumë për të shkuar në një shkollë që nuk i dihet a mund ta arrijmë ajo. Edhe nëse arrijmë shkollën, atëherë mënyra e punësimit nëpërmjet konjunkturave politike është domethënë sjell që ti sot do punësohesh, afati punësimit nuk dihet, është 4 vjeçar, është 5 vjeçar, është 8 vjeçar, është i përjetshëm. Atëherë në karrierë nuk mund të vazhdosh, domethënë nuk ke siguri për punësimin. Edhe nëse ti arrin rezultatet e duhura, domethënë arrin maksimumin tënd, i përkushtohesh shumë një degë të veçantë, nesër pas nesër ndoshta ti të mbehesh pa punë. Do të arrijë ndonjëherë që njerëz punësohen me drejt.